tani s'mund të rri kështu unë. E ke parasysh mos të flasë kështu gjërash, e kupton? Kush tha mos flas? Tha nuk ka përsa e të më bëj dhe të shpëtoj puthje për natin tim. Ç'a puthje? Tha ato që ja ke bë... Ç'i nati? Kush t'i nati këtu? Nuk e di. Qa. Qiko, e disi si është puna, unë nuk jam pronë askujt. Vetëm se kam bërë 2 fjalë dhe më ka shprehur pëlqimin e tij, nuk do të thotë që unë jam bërë e tij. Kupton, ose jam e lidhur me ta. Si ai si dhe Ervini. Ai si të këtë ati? Që ti them? Ai mua në momenti që ula me Ervinin, tani nuk do të thotë, okay, unë refuzova Ervinin, por nuk do të thotë që unë Ervinin nuk do t'i flas më, se unë jam njeri. Edhe njeri me edukat, nuk jam njeri... Kjo që bën Verja, për mua Verja i humbi të gjitha pikët me këtë gjë që bëri sot. Edhe nëse kisha ndërmendjepja një mundësi ta njihja, sepse të thash me ty mund të jetë shumë më mirë se në anën shoqërore andej këtej. Po bëja muhabet dhe kujtova se po bënin lojë trefisht, dhe s'm duket normale në momentin që pyet dikur sepse nuk kam as konfidenca, po i flisja vetëm po i tregoja kush jam, nga vi, sa vjeç jam dhe çka kam bërë dhe si jam. Ti si Dodo e shikon në një mënyrë se një si Dodo, jo si Fotini. Ai me mua, unë si Fotini, ai ka tjetër sjellje. Detyrimisht nuk mund të jetë njësoj me të gjithë. Okej? Edhe mua si Fotini ai humbi pikët. Se di. Nuk arrita ta kuptoj sot. Them drejtën. Edhe atë mundësi që po mendoja ti e pesh të njifja, e humbi, e hodhi në plera. Ervini e hodhi po me... E tani qa do bësh? Qa do bësh? S'do me fol me të ma? Ora, i s'po më freska dhe unë nuk kam tërmund vetë ti. Unë isha me Ervinin, edhe pasha e unë mërzit, edhe pse po pra, se i pëlqen ti ati. Edhe qa? Mi pëlqen dyve, edhe qa? Edhe qa se i pëlqen? Gjeli angelozojnë, bërë me kuptush, me t'lut në. Unë e kuptoj, po nuk kam qa të bërë, nuk mund të ndaj me atë që njerëzit, tani mos të flas me njerëzit. Kjo është idea, unë edhe pse refuzova Ervinin, unë vazhdoj të flas me Ervinin. Pavarësisht se ai vazhdon e më ngacmon, nuk do të thotë asgjë. Ka ndryshim nga dita që kam bërë krepin, o e ka fajin krepi që... Ke seriozisht më thua kështu? Unë pyta e para, ke se ke ma qarë? Po, kem seriozisht, sepse ti kur më thua mua e ngut veten shumë, edhe merr këtë pozicione, më flet në këtë mënyrë, duke qenë se ti e di shumë që më sante s'ka fol asnjëherë, sot është era e parë që fola. Po fol me, apo ta nali une, apo ta nali, kush fol knaq, u kry, lere, zërë si s'thash kur gjë. Okej. What? Zero, i humbi pikët me mua kështu. Sepse deri dje më ka dhënë këshilla, edhe zotë më thotë sa me njërin sa me tjetrin. Po jo. O, zemër, mendoj gjërat, mendoj pak më të rritura. Nëse do të flasësh fort, nëse do të përtasësh bërtit me veten tënde, okay? Jo me mua. Me mua. E më çon zërin mua. Vazhdo me këtë mënyrën tënde të vrash, të ashpër, sepse vazhdo me këto gocat e tjera, jo me mua. Jo, me këtë du vazhdoj. Unë këty, a kam jo me mua, jo se ti nuk bën që të duash me mua. Me mua që me mua nuk bën do që të duash. O, zemre, unë me ty nuk merë na hysh. A kam i vetëm dhe këtu. Po, edhe vetëm kam hyrë. Ti më thua mua të bëj unë që thua ti. Ti më këshillon mua për të mirën time. Di që dollëm vafetove, e mërë vesh. Po ti der tani je shoqja ime, si më thua me njërin me tjetrin tani në këtë moment që po zjesh me mua. Po jam me një po s'di se me ta shpreti. Tani e ke notën 0 në mua. Po jam me njënin, jam me tjetrin. Unë e prisja i qik më vënd, me thënë drejtën, ju ka i shpet, po mërë di mirë që e nëzori kokën. Deri par dje në mbasdite, ose deri dje në mbasdite. Zemër, seriosisht, ke probleme ti? Unë? Po. Tani e mori atë rolin tënd kështu, edhe vazhdon atë rolin tënd. Cilin rol ti? Atë që ti veti. Ti shumë mirë ti edhe unë bashkë. Jam i fundit person këtu që unë kam rol. Shumë mirë ti edhe unë, e dim shumë mirë se ta rolin merti në këtë situata.
Çfarë roli marrë? Edhe këto rolet mund t'i marrësh me gocat ose me ndonjë Jo, natyra, jo me mua. Jo, zane. Okej? Se do me met vetëm ty, mos me... S'du të ngatroj me atë, dhe tani dola dhe gjeloze. Po që do të ndroj mendjen.